Përshëndetje. Përfundimi I 7 racave të njerëzimit është I lidhur me një histori të madhe misterioze, që mbetet e fshehur për shumicën e njerëzve, duke përfshirë edhe njohuri okulte, okultizëm, alkimin, shkencat e avancuara, si dhe fizika kuantike. Elena Blavatsky, një nga mistikët e njohura të shekullit 19, shpalosi këtë rrëfim të lashtë të racave duke theksuar se shumë prej këtyre njohurive që ai ka gjetur ishin të ruajtura në vende të shenjta si Tibeti dhe Vatikani. Por çfarë po ndodh në të vërtetë dhe pse ka një periudhë të transformimit të papritur të njerëzimit? Le t'i morim me radhë racat, pra 7 racat, nga raca e parë që janë polaraanët, duke I shpjeguar. Polaraanët ishte një formë e pastër energjie, një ekzistencë pa trup, fizik, që komunikonin telepatikisht dhe jetonin në një realitet jashtëzakonisht që ishte shumë I avancuar se çdo gjë që ne njohim sot. Ky realitet ishte një sferë energjisë dhe vibracionit, ku çdo gjë ishte lidhur në mënyrë telepatike, duke krijuar një mendje kolektive të paqes dhe dritës. Misteret okulte dhe alkimia. Në Tibet, ku shumë murgj dhe mistik e ruajtën këtë informacion, thuhet se polaraanët ishin qenie që përdorin energji të pastër. Për këtë arsye, nuk kishin nevojë për formën fizike, pra materiale, trupi që e prekim. Murgjit tibetian që praktikojnë taoizëm dhe tantrizmin thonë se energji që I bashkojnë qenjet e gjalla janë një formë shumë më e fuqishme se energji që ne përdorim në jetën tonë të përditshme. Elena Blavatsky lidh polaraanët me devat, qenjet hynore që përshkroi si qenie të lidhura me dimensione, duke theksuar se përparimi shpirtëror mund të çonte drejt këtij niveli ekzistence. Ajo besonte se informacioni I tillë ishte I ruajtur në tempujt dhe shkrimet e lashta në Tibet. Shkenca e sotme, fizika kuantike dhe teoria e fushës kuantike po sugjerojnë se gjithçka është e lidhur përmes energjisë dhe realiteti që ne perceptojmë është një formë e fushës energjetike që mund të manipulohet. Kjo mund të jetë ajo që Blavatsky quajti vibracione të larta të realitetit që kanë lidhje me këto racat të avancuara. Raca e dytë. Hiperboreanët, gjigantët e veriut. Hiperboreanët ishin një qytetërim gjigant që jetonte përti mundësive të njohura për natyrën e tokës. Në një vend të quajtur Hiperbora, ata ishin të fuqishëm dhe nuk përjetonin as ngrohje apo ftohje, duke I mundësuar ata të jetonin në kushte të ekstreme të ftohtit, siç janë polarët. Misteret okulte dhe alkimia. Në shumë tradita okulte, hiperboreanët janë shikuar si pasardhës të një race të lashtë që udhëhoqën qytetërime të fuqishme. Në Vatikan shumë shkrime të lashta që janë të ruajtura të fshehura për njeriu normal
janë ruajtur në arkiva ku përmenden qenie të pastra që mund të ishin pasardhës të këtij grupi. Alkimistët, të cilët e përdorin energjinë e natyrës për të ndikuar në materie, shpesh i shihnin hiperbaronët si ata që përdorin fusha energjisë për të krijuar një lidhje me botën natyrore duke manipuluar materien përmes energjive që janë të njohura dhe të panjohura për shkencën moderne. Shkenca e sotme flet për anomalit magnetike që janë zbuluar në Antarktik si dhe polin e veriut, që në kohën e fashizmit, pra në kohën e Hitlerit, ka dokumente të ruajtura të cilët kanë tentuar të zbulojnë mistere për racat që mendojnë që janë të fshehura në Antarktik, si dhe në polin e veriut. Raca e tretë, lemurianët. Zotëruesit e syrit të tretë. Lemurianët ishin një rast telepatike me sy të tretë aktiv, që mund të shihnin dimensione të tjera. Ata jetonin në një kontinent të humbur, që besohet se ndodhi në Oqeanin Indian dhe që kishin aftësi të jashtëzakonshme për të manipuluar materian vetëm me mendjen e tyre. Për misteret okulte dhe alkimia, dëshmi të ndryshme, duke përfshirë ato që kanë lidhje me alkimistët dhe misticizmin okult, thonë se lemurianët përdonin rituale që lidheshin me energjinë natyrore dhe piramidat për të krijuar ndërlidhje mes botëve të ndryshme, pra dimensioneve të ndryshme. Simbolizimi i syrit të tretë është një element i rëndësishëm i shumë praktikave okulte dhe alkimike. Në këtë traditë, syri i tretë është i lidhur me një nivel më të lartë të vetdijes dhe mundësinë e shikimit të aspekteve të ndryshme të realitetit. Atëherë, raca e katërt, ta lidhim pak edhe me teknologjitë e humbura. Ishin atlantët, që shpesh ne shqiptarët një gjësi e mbrëmshme na bën të mendojmë që jemi pasardhës atyre. Ka fakte që tregojnë këto. Atlantët kishin një qytetërim të zhvilluar shumë përpara kohës së tyre. Ata përdorin energjinë e kristaleve dhe piramidave për të krijuar teknologji të jashtëzakonshme, që në pamje të parë ngjante me magji për ne, por ky qytetërim përfundoi në vetë shkatërrim për shkak të eksperimenteve të rrezikshme me fuqitë e tyre. Misteret okulte dhe alkimia. Alkimistët e vjetër si Paracelsus dhe Hermes Trismegisti kanë lënë pas mësime të lidhura me energjinë e kristaleve dhe përdorimin e fuqive natyrore për të arritur ndryshimin shpirtëror. Besohet se atlantët përdornin kristalet për të rritur energjinë e tyre dhe për të ndikuar në realitetin material dhe materia. Dokumentet fshehta të Vatikanit përmendin përdorimin e fuqive të zërit dhe energjisë për të manipuluar materian. Duke i dhënë mundësi atlantëve të krijonin strukturë dhe përmendore të mëdha që janë zhdukur, që në disa
qytetrime që janë gjendur në Kupë dhe Japoni, që nuk përshkruhen me historinë që ndodhet në këto vende, mendohet që janë reliket vjetra të qytetrimit të Atlantit. Shkenca e sotme, fizika e energjisë dhe teoria e valve të energjisë janë shumë të afërta me teknologjinë e Atlantit, që e përdorin për të krijuar mundësi të jashtëzakonshme duke përdorur forcën e zërit, pra val, dhe energjinë për të manipuluar materien. Kjo pak a shumë prak për zërin është shumë e përhapur dhe në Perun e sotme, ka dhe vende tjera. Njerëzimi sot, ne si racë 5 jemi të fragmentuar dhe të shpërndar, por ende majmë një trashëgimi të fuqishme, arianët, në për filma, në për disa vende, besoj e keni dëgjuar. Janë popull që kanë zhvilluar teknologji dhe kanë humbur shumë nga aftësitë shpirtërore të racave të mëparshme. Aftësitë që ka pasur raca e 4 paraardhësit tonë Atlantit, por ne mund t'i zotërojmë përsëri. Por për këtë është e nevojshme të ndërtojmë lidhjen me dijet e lashta. Dhe të shfuqizojmë kufizimet që na janë vendosur pasi dihet në shekullin 19, doktrinat, sidomos doktrinat postkomuniste, që kishin ndaluar dhe besimin në shpirtërore, në fenë, shumë nga këto, kanë krijuar një shkputje duke na bërë gjeneratat e sotme mbi 90% të jenë tepër të lidhur me anën materiale, duke harruar anën shpirtërore dhe komunikimin me prinsin tonë dhe disa njerëz që kanë nivele më të larta për të komunikuar me dimensione tjera, si shprekëm asipër me valin e zërit, me telepatin, e shumë që këto raca më mëparshme ishin shumë të zhvillume. Ku ndodhen më tepër më të përhapur arianët, që shumë përflitet edhe për ne shqiptarët që jemi racë ariani, por vendet ku mendohet që janë më të shumë të përhapur e arianët janë India e sotme dhe Irani, ku ka shumë gjene të arianëve, kanë rritur dituri të lashtë, që shpesh janë përdorur për të kontrolluar dhe shpërndar energji të fuqishme, sidomos për të mbajtur masat nën kontroll, se India është shumë vend i madh. Edhe Irani është gozhë i madh. Pra, këto fuqi mistike, elitat në këto vende i kanë kthy për të vendosur popullin në gjumë dhe për t'i mbajtur nën kontroll. Raca 6. Tek flasi për raca 6, mund të thojmë njerëzit e ri, zgjimi i madh. Njerëzit e 6 janë fëmijët indogjen dhe kristal, të cilët janë shfaqur në këtë kohë. Pra po flasim për racën pasardhësit e racës tonë që jemi sot, raca e 6 që do menohet që të vi në shekujt e ardhshëm. Ata do jenë të lidhur me ndërgjegje të lartë, do kenë aftësi të jashtëzakonshme telepatike, që u mundësojnë atyre të komunikojnë pa fjalë, madje të shohin dhe të ardhmen dhe të kuptojnë energji që na rrethojnë. Ata do jenë mësues të ardhmesh, që do ndihmojnë njerëzimin të bëjë kalimin nga një botë fizike, pra kjo ku jemi sot, rrafshi fizik, në një realitet të energjisë
këta individ, pasardhësit tonë, nuk do kenë nevojë për ushqim, por përjetojnë një ushqyrje shpirtërore përmes energjisë. Si dhe raca e 7. Është ajo që të përfaqësoj kulmin e evolucionit shpirtëror dhe material të qenieve njerëzore. Të kuptohemi, këto që po them janë të shkruar në librin e Helena Blavatsky dhe si e mendon ajo se si kanë evoluar racat, si është raca e sotme dhe si do jenë 2 racat pasardhëse të tonat. Pra tek po thonim të raca e 7, ato do jenë qenie të lira nga kufizimet fizike dhe shpirtërore që karakterizojnë njerëzit e sotëm. Pra do jenë qenie të ndryshuara, nuk do kenë më trup fizik dhe nuk janë më të lidhura me dimensionet e tokës, pra rrafshi i tokës që sot ne po flasim. Raca e 7, në mënyrën se si e mendonte Helena Blavatsky, por do të funksionojnë në një formë, pra do ekzistojnë në një formë të pastër energjie. Komunikimi i tyre është i drejtë për drejtë dhe telepatik, pa pasur nevojë për përdorimin që ne flasim sot. Ato janë të lidhur me përmasa më të larta të vetdijes, pra vetdia mendohet që raca e 7 do jetë shumë më e lartë se sa niveli i vetdijes që kemi ne, pasardhësit atlantëve ose arianët, dhe do jenë në dimensione të reja me mendjen dhe energjinë e tyre të përqendruar. Në alkimi thuhet ka pasur gjithmonë një lidhje të thellë me transformimin shpirtëror dhe fizik. Pra shumë alkimist si i madhi Hermes Trismegistus e ka përshkruar këtë fazë të fundit të transformimit si atë ku një qenie arrin ndryshimin dhe bashkimin me gjithçka, duke thelluar pra natyrën e trupit fizik, duke u bërë një me universin. Shumë faleminderit për këtë video, e di që është pak e gjatë. Kam parë që ka ngjall kërreshtje dhe është pasi kam lexuar shumë prej librave të Helena Blavatsky. Mendova pasi kam vore që nuk është shumë e përhapur në shoqërinë tonë kjo lloj teme, për sidomos për këtë libër e kanë përmendur në disa emisione, por ju me ju thellë mendova ta ndaj me ju. Ju përshëndes, shihemi në videon tjetër.